tek shqiptarët në Tuzin e shqiptarëve, i cili ka shumë për të dhënë edhe ka shumë për të folur mbi identitetin shqiptar. Kur themi për identitetin shqiptar, besoj se pjesë shumë rëndësishme e saj është arti dhe kultura. Kam kënaqësi që sot na ka mirëpritur regjisori, por njëherët edhe udhëheqës artistik i Qendrës Kulturore të Tuzit, zotri Idris Gjokaj, përshëndetje, mirë se të gjejmë në Tuz, faleminderit që na pranove ftesën, edhe besoj se do sjellim për gjithë shikuesit disa gjëra që ndoshta edhe nuk i din për artin dhe kulturën, por edhe për ju personalisht. Shumë faleminderit për prezencën tuaj, është kënaqësia ime, mirë se keni ardhur në Tuzën Malsinë. Gjurmët e thashë kanë një mision, të flasin edhe të përcjellin zërin e shqiptarëve nga gjitha trojet. Kur them për zërin e shqiptarëve në aspektin kulturor të Malsisë, çfarë mund të themi? Nga veçlia juaj e deri tani, ne themi në një moshë më të rritur, a është rritur edhe arti dhe kultura së bashku me ju? Shikoni, ne kemi, t'ju them të drejtën, kemi kaluar disa faza jo dhe aq të mira. Për shembull, nëse flasim për fëmijërinë, dihet që kanë qenë dekora jo dhe aq të përshtatshme në ish Jugosllavi kur ishin në luftë. Dhe t'ju them të vërtetën, ato kanë ndikuar në formimin ton të brezit tim. Edhe ajo që ne na mbante gjallë artistikisht në atë periudhë kohore ishin këto filmat shqiptar, ishin këto shikonim edhe drama her pas here te këto te kanalet shqiptare. Edhe natyrisht këto punët aq sa ishin të vogla amatore në vendin tonë. Kështu që t'ju them të vërtetën, këta punët që kemi përjetuar, po e them në atë periudhë kohore, nuk është se ishin edhe aq të mëdha punët artistike, po kishin një domethënie të bukur, kishin diçka që ishte pak më ndryshe, edhe kjo, si thua, na ngacmonte edhe na mbante në jetë artistike. Kjo jetë artistike që për ju mori edhe një rrugë profesionale, edhe me shkollimin. Ku ndodhi? Në trojet shqiptare? Po, e vërtet në trojet shqiptare, po mendoj që pikrisht kam marrë atë nxitjen këtu edhe natyrisht përmes këtyre filmave që i përmenda pak më herët. Unë jam shkolluar në Tiranë, në Universitetin e Arteve të Bukura, Dega Regji Teatri, kam filluar 2008 dhe kam mbaruar në 2013. Me gjitha këto problemet e një periudhe, ju zgjidhni që të merrni regjin edhe t'jeni të jetoni dhe ta keni pjesë pandar të jetës tuaj. Si e menduat në Maltëzi, në troje shqiptare, në Maltëzi ku ndikimet, nuk kanë munguar, vazhdojnë edhe sot sado që mundohemi të themi që po jetojmë më në demokraci. Si e menduat si i ri? Do të bëni ndryshimin? Apo edhe nëse do të gjeni një mur përballë, përsëri do ta shtyni për të thënë fjalën e bukur shqipe në art? Është shumë interesante diçka. Dhe kjo është që në një periudhë kohore, për shembull po themi në rini, ti mendon që ti do të çash para dhe s'ka kush që të ndalë. Ti vetëm para, mund të dalin bariera të ndryshme, po ti do të çash para, do i shkatrosh gjitha dhe do t'i arrish qëllimin. Dhe shumë interesante, me kalimin e kohës, ti e sheh dhe e kupton që nuk është edhe aq e lehtë kjo. Ato bariera nuk është se mund t'i zhdukësh edhe aq kollaj. Megjithatë ti lufton. Çështja është se sa do të arrish. Ti ke atë goal, qëllimin atje, po se a mund t'i arrish deri te qëllimi, pastaj kjo ngelet për të parë. Ajo që mua më ka shtyrë të studioj ka qenë ndoshta kjo lidhja, po e them shpirtërore me artin, që unë e kam parë si fëmijë, kur shifja ato, kur shikoja më vonë që kanë qenë profesorët e mi, në për ato filma dhe për teatrin kombëtar,
të Shqipërisë, e kisha kështu, si janë këta, si duhen këto, si bojnë këta, dhe kur i kam takuar herën e parë, kur fillova impakti i parë me ta që se fillovan shkova për të konkuruar dhe fitova, edhe kur i kam takuar herën e parë, shite, këtë që kam parë të ky filmi, se në shkollë të gjitha të profesorët, kryesisht të shkollët e Universiteti i Arteve, se shkollët quajmë ne shumë. Edhe kjo është më e bukur, kjo më ka ngel në mendje dhe do të më shoqëroj gjithë jetën, më e veçantë. Kjo paga shumë është, si thua, zanafilla e kësaj jetës artistike time. Në Malësi, kur e pe shfaqjen e parë? Shikon, Malësi kam parë si fëmijë shfaqje, domethënë flasim në mënyrë amatore, se ne s'kemi pasur profesionista. Kam qenë në fillore, kur kam parë shfaqje, ndoshta kam qenë 2-13 vjeç, jo më shumë. Shfaqje amatore, edhe njerëzit e mi, njerëzit e fshatit tim, vendit tim, edhe të Malësisë, në përgjithësi, kanë punuar shfaqje, por në atë periudhë kohore ka qenë pak më ndryshe edhe, si thua, kanë qenë më afër njëri tjetrit edhe kanë punuar më shumë më me dashuri, kanë punuar këto thuaja, qoftë folklorin, qoftë teatrin, qoftë gjitha, po them kështu, gjitha zhanret ato që ne që i kemi për shembull. Nuk s'mund të themi që ne kemi për shembull një ansambël të thuaja, po themi të këtyre gjitha veglave muzikore. Ne kemi këto që i kemi qytetinë. Kështu që ky është thelbi ku unë kam zanafilla që tash më herët, ku unë kam filluar edhe kam parë jo vetëm shfaqje si fëmijë, po edhe domethënë teatr, po edhe folklor. Po. Edhe ajo është pjesë e jone, domethënë nuk të sado që ti mund të tenton të largohesh, mund të largohesh, është e jotja është. E the bukur që ke parë, le të themi, nga ata të cilët nuk kanë qenë profesionistë në fushën e tyre, që kanë bërë edhe folklorin, edhe teatrin. Por nga ana tjetër, ndoshta ka qenë një dashuri më e madhe për identitetin kombëtar. A mund ta bëjmë atë dallim më herët fjalë, absolutisht është identitet kombëtar, prandaj, domethënë pse kanë luajtur ata? Se dikush është të partë e vetë, ju kanë lënë një, për shembull, një lahut të shtëpia, ose ju kanë lënë një qyteli të shtëpia, që i themi në çifteli, që ky është identiteti kombëtar, dhe prandaj ata njerëz kanë dashur me çdo kusht me mbajt, kjo është më e bukur. Ta mbash në do kohra jo aq të politishme, jo aq të përshtatshme për ty dhe për komunitetin tënd, ta bash shumë me fanatizëm të madh që është e imja, nuk e lëshoj, edhe me e ruajt, kjo është më e bukur. Kështu e kanë ruajt ata njerëz. Edhe them të drejtën, jam shumë krenar me ta, me çdo njëri nga ata që i kam parë në atë periudhë kohore si fëmijë, edhe që disa nga ata jetojnë edhe sot, edhe që vazhdojnë ta mbajnë. Kjo është e bukur. Kjo është fryma. Sa është ruajtur ajo frymë, pikërisht ajo frymë sot, në këtë kohën moderne? Shiho, për fatin e keq, jo dhe aq. Po të bëj unë krahasimin të fëmijërisë sime dhe të një fëmije sot 12-13 vjeçar është diferencë e madhe. Nuk është se ai nuk e don. Ndoshta edhe faji është e ne që nuk ja servirim, ndoshta faji ynë është. Po ka qenë më ndryshe, ka qenë më shumë më afër, kemi qenë më afër me këto, kemi dashur më shumë këto. Tash më duket sikur është zbehur pak. Ndoshta e bën edhe koha, po kjo nuk do të thotë se është dukur. Pse thash pak më herët se është ndoshta faji ynë, se X-parit ne duhet t'i përshtatemi kohës. Dhe në qoftë se koha është e tillë, atëherë hajde t'i përshtatemi ne kohës, ta gjejmë një modus, një mënyrë që t'i sjellim këta të rinj dhe ta kemi jo sa ndoshta sa që kemi pasur ne këtë dëshirë për të bërë gjërat e tilla, po pak më, po themi gjysmë për gjysmë, kaq do të ishte mjaftueshëm. Tashti, po është edhe faji ynë, ne qemi të është i breznin më shumë, brezi i dytë dhe i tretë, po e kam shumë. Jemi në një kohë që
komuna e Tuzit, le të themi, është në ndër komunat më të reja për shqiptarët, edhe kemi institucionet, kemi çdo gjë të formuar nga ana institucionale. A duhet, apo le të themi, a ka më shumë bashkëpunim mes artistit edhe institucioneve aktualisht? Fatkeqësisht jo dhe aq sa do të duhej, për fatin e keq të shoqërisë edhe të gjithë neve. Unë kam tentuar që ne punojmë diçka ose saktësisht të bëjmë, të formojmë një teatr sa do të vogël, mirë po kam hasur, po e them kështu në vesh të shurllër. Nuk e di pse, po ndoshta nuk e ndijejnë, ose ndoshta mendojnë që nuk ka ardhur koha, por kush jemi ne që kemi të drejtën t'i vonojmë etnisë son kohën? S'kemi këtë të drejtë. Kështu që kushdo që është aty, unë apeloj që sa më parë formojmë diçka, të bëjmë diçka. Të e din, ja u kam thënë gjithëve, unë i kam takuar, kam qenë biseda me ta, u kam thënë, po. Gjithmonë kam pasur premtime, po në fund kanë dalë premtime boshe, kështu që. Po unë nuk do të dalim, se thuash nuk është se e mendoj vetën që jam me mision që të bëj. Nuk jam me mision, thjesht jam një person që ka dëshirë dhe këmbëngull që të formohet diçka në profesionin e tij, të bëj diçka që nesër, se ne patjetër duhet lëvizim, se e ka dhënë natyra, ka dhënë Zoti të thonë që të ndryshohen gjeneratat, është breva, kështu që nesër kur të mos jemi, thuhet që filani pas ka pas kryer një shkollë dhe pas ka punuar diçka, pas ka dhënë diçka mas vetë. Që unë dua patjetër të bëj diçka për etninë time. A jam i bindur se do arrijë. Unë mendoj se profesionistët e artit nuk kanë një orar pune atë 8 orarshëm, por jetojnë me të në çdo minutë. Ju kur e keni ndjerë apo në cilat shfaqje, në cilat interpretime ndoshta, në cilin moment e keni ndjerë që nuk është profesion, por është shumë më shpirtërore? Ndoshta gjatë studimeve të mia. Ju them të drejtën, më kujtohet ai 3 mujoshi i parë, i vitit parë, ata njerëz që i dua shumë dhe i respektoj jashtëzakonisht shumë, janë fjalë për profesorët e mi, edhe për kolegët, listin për ca etyde, për ca mizanskena, për teatrin konvencional, teatri është konvencional, çfarë flasë, për mujoshi i parë, kisha idenë. Ky është dallimi mes profesionalizmit dhe amatorizmit. Është një handek i madh. Si kam ditur këto. Edhe gradualisht në kalimin e kohës si kam kuptuar pastaj. Ndoshta kjo ka qenë ajo periudha ku unë kam thënë kur e ndjen brenda, pavarësisht se ti shkon e studion. Këto studimet e me siguri çdo person që studion i ka të veçanta, po më duket mua këto që studion për artin është pak më ndryshe, se ka rastisur jo një herë, pafundësisht herë, ka rastisur që të rri edhe deri në 12 natës me punë. Se të nesër më vinte profesori dhe bëni me tydet. Edhe vetëm vinte e fute e shikon dhe atë, s'më pëlqen. Është i vrit mendjen se çfarë duhet bësh, ai bënte me qëllim, ai është e qëllimshme për të nxitur imagjinatën e çdo student. Kështu që ndoshta ky ka qenë momenti kur e kam ndier me gjithë shpirt atë që e bën. Sa e njihnin kulturën edhe artin shqiptar të Malësisë në Shqipëri? Edhe sa e njohin aktualisht, si mendoj? Po ata kanë pasur tendencën që të na ndihmojnë gjithmonë. Paktën flas për profesorët e mi. Edhe për njerëz të tjerë që të fushave të ndryshme që i kanë ashtu. Po nuk e di pse ka qenë një tip barriere ose handeku që nuk më duket se nuk
nuk janë mjaftueshëm prezent këtu te ne, më duket mua. E në një farë mënyrë ata kanë një detyrë, po them kështu, morale, ndër të gjitha tjetër. Një detyrë morale që të na ndihmojnë pak më shumë. Edhe nuk e di është mjaftueshëm kjo që e bëjnë sot, që flasim. Po se ndoshta dikujt i duket që është mjaftueshëm, po bëjnë mjaftueshëm, se kam dëgjuar biseda të ndryshme nga politikanët edhe nga. Po deri sot mund të kishte pasur diçka, flas gjithmonë për artin që të mos ashtu. Mund të kishte pasur diçka më konkrete. Dhe unë kam tentuar me profesorët e mi që të sjellim qoftë edhe student të rinë këtu, që kemi kështu, po themi, ato shkëmbimet e studentëve, kështu të nxënësve, kështu. Është shumë, nuk e di, është ngotsh, nuk është se ka vullnet të mirë që hajde se po e bëjmë, hajde. Në fund fundit nuk është se duhet edhe gjithmonë të bëhet me dek, me para. Mund në një herë të bësh edhe një gjë për qejf, për vendin, për njerëzit tu, për etnin tënde, për këto. Nëse nuk kemi formimin e teatrit, nëse folklorit nuk i japim rëndësinë e duhur, a mund të asimilohemi më lehtë si shqiptar në Maltezi? Faleminderit për pyetje. Shumë pyetje e mirë. Shumë e vërtet. Ne duhet të tentojmë që të kemi sa më shumë institucione në gjuhën tonë anëtare. Dhe pse them unë për shembull që ne duhet të formojmë teatrin shqip në TUS. Kur e kam thënë këtë, u kam thënë të paktën do të jetë gjatësia e gjuhës të paktën, qoftë do të vini ditë të shuhet, do të ketë një, po themi, gjysmë shekulli që do të mbijetoj më shumë. Nuk uroj me gjithë zemra që të shuhet gjuha jone e bukur në trojet tona, po sa më shumë institucione në gjuhën tënde, anëtare, aq më shumë do të ruhesh dhe do të pasurosh gjuhën. Kështu që absolutisht me shumë pyetje në vend, do jam shumë dakord institucionalisht se dakord se populli. Po ne jemi dëshmitar që në historinë e njerëzimit ka ndodhur që janë shuar popull dhe janë shuar gjuhë të ndryshme që nuk ekzistojnë më. Edhe ka të tilla sa të duash mund t'i përmend. Kështu që institucionalisht kur e mban e ke, dhe është në mënyrë institucionale që të zhduket kjo duhet pak më shumë. Edhe si thua, nuk mund edhe në qoftë se dikush e bën me qëllim, duhet pak më thellë dhe pak më vështirë që të arrijë qëllimin. Edhe fund fundit do të dukeshin edhe pasojat, që të mund të flasim nëse, sikur. U shkëputët për një periudhë edhe ishët mërgjimtar. E vërtet. Si e le dhe si e gjete Malsinë në aspektin kulturor? Po, t'ju them të drejtën, pak më mirë e kam gjetur se sa e kam lënë, në atë kohë kur unë kam ikur ishte shumë kështu, ndoshta edhe politika e kishte nxirr çdo gjë edhe kështu, edhe luftuam qoftë ne në Mërgat, qoftë këtu që të bën ndryshime, u bën ndryshimet, po ato ndryshime mendoj unë që i kemi dashur gjithë nuk janë ashtu siç i kemi dashur ne. Duhet të ishin pak më ndryshe. Po kjo nuk do të thotë se nesër nuk do të bëhen, nuk do të japin qëllim. Thjesht duhet të punojnë, nuk do të thotë. Nga të moshuarit, ta them kështu, nga të moshuarit të cilët janë më patriot, edhe në Malsi njihen për patriotizëm. A zhvillohen biseda edhe në këto tavolinat e kafeve për të shkuarën edhe për atë se ndoshta çfarë i frigohen më shumë për shqiptarët në trojet e Maltezit? Zhvillohen biseda të ndryshme edhe për këtë. Unë do të thosha se biseda të tilla më së shumti zhvillohen në Mërgat, të paktën atje ku kam jetuar unë në Amerikë. Është shumë interesante se si ata njerëz në çdo takim, në çdo tryezë, në çdo
bisedim, çdo flisnin dhe flasin vetëm për vendin e vet, për Malsinë. Domthonë nuk I harrojnë hallet e veta atje që I kanë. Nuk e di, e kanë një tip shplodhje, kur në momentin që takohen të fillojnë të bisedojnë për Malsinë, çau ban Malsinë, është shumë interesante. Kjo është sado që të flasim edhe të mundohemi ta shpjegojmë, është ndoshta nuk kapet vetëm kush e përjeton. Po. Kur e përjeton e kush e sa ulesh pas tavolinës fillojnë. Çau bën atje, çau harrojnë Amerikën. Ndërkohë që jetojnë, është shumë e bukur. Janë gjurmë që lëvën blindja. E vërtet. Është e bukur. Ai që lind këtu harroje, këtu ai mund të jetë gjithë jetën atje, të jetojë atje dhe të mos fikur, po këtu I ngel ajo. A janë shqiptarët të lidhur mes vete në aspektin artistik dhe kulturor? Po, kanë qenë edhe janë të lidhur. Kjo është shumë e vërtet, janë shumë të lidhur mes vetes. Gjithmonë flasim për këtë vendin, për New York ku kam qenë unë. Po e di që edhe në vende tjera, edhe në Detroit, edhe në Kaliforni, të tre. Po këtu? Këtu jemi pak më ndryshe, ndoshta na ka bërë, ndoshta politika, ndoshta interese, ndoshta pak më ndryshe. Nuk është se jemi aq të lidhur, atje është pak më ndryshe. Atje janë shumë të lidhur mes vetë. I frigohen të rinjt studimeve qoftë regjisë apo çdo degë tjetër që lidhet me artin, të rinjt shqiptarë? Mund t'i frigohen për një arsye, për të ardhmen e vet. Se në momentin që unë mbaroj shkollën, a do të ketë vend që të punësohem diku. Kjo mund të jetë një frikë, prandaj duhet të jetë kjo në mënyrë institucionale që ne sa të mbaroj shkollën dhe kthehet mbrapa në vendingje që do të kontribuoj të gjejnë vendin, të gjejnë hapësinë, edhe të punësoj dhe të kontribuoj. Lahuta e Malsisë çfarë është për ju? Kam shkruar emrin Idris Gjokaj në internet, edhe dilni aty së bashku me interpretimin e Lahutës së Malsisë. Çfarë është? Shumë e bukur. Është bryma, është brumi, është bërthama, është çdo gjë që ka, domethënë, çdo gjë që lidhet me ne, me identitetin, me të qenurit tonë, me qenësinë tonë, është Lahuta e Malsisë. Në cilat fragmente më shumë? Unë di shumë përmendësh nga Lahuta e Malsisë. Çfarë do më thoje pak? Po, se di, ndoshta ai momenti kur I thot Avdi Pash, ma ka dalë, mos e thuaj të verat fjalë, se përdine për iman bërqit kjane zezanat, sa e bukur është. Ma gjepsi, kur ka gjeta I njeri, qatë. Dhe më thënë, po ne kemi edhe naimin, edhe qajubin, edhe nuk absolutisht kanë meritat e veta, po ndoshta kjo është se është e jona, Lahuta e Malsisë. Edhe unë fola për këtë pak të heret për, dhe më thënë, interpretova, në që se mund të quajmë interpretim. Po, ai momenti kur Oso Kuka ka të bashkëbisedimin me Avdi Pashin. Po Lahuta është qetësi, është diçka që unë do të preferoja që çdo I ri, po flas për rinin, se të moshuarit është pak më ndryshe, të di diçka nga Lahuta. Që ta lexoj nuk bëhet fjalë, duhet patjetër ta lexoj, për të di diçka, ta ketë me vete. Është shumë e bukur kjo, sado që të thuash, ndoshta unë nuk di as ta them, të gjej fjalët e duhura që të shprehen dhe që të them se çfarë është Lahuta për shembull. Aty ke pafund për shembull. Shembuj që të tregojnë burrëri, besnikëri, që të tregojnë se duhet sado që e ke armik edhe ai tjetri I ka meritat e veta. Aty gjen dashuri prit çfarë gjen aty? Për shembull, më kujtua Tringa e Nokshicit atje. Titullohet është një nga këngët e Lahutës. Sa e bukur është ajo, çfarë perle është ajo. Se në momentin që vjen armiku edhe kanë filluar njerëzit të ikin, motra ngjelet në një moment në vllai. Vllai është I plagosur nga një betejë më herë, edhe ka gati një vit që nuk lëviz nga shtrapi.
se prindit u kanë vdekur edhe kanë ngelur mozha me zvaj. Aty është një e jashtëzakonshme. Se emocionohem edhe nuk mund të, është më mirë që ta ndalë të kështu. Kjo është e bukura. Është fantastik. Këto momente i vlerësoj më shumë tek intervista, tek biseda sot. Aja është fantastike. Kur të pyesin jashtë trojeve të malit si jashtë Tuzit, Malësisë, si mund ta prezantoje vendin tënd, çfarë do përzgjidhje? Lahuta Malësisë? Si do e prezantoje? Me cilat gjëra? Do është ato virtytet që i kemi pasur ne gjithmonë, që na kanë karakterizuar, që besa, burrëria, këto, edhe pse do të flasim ashtu siç është, nuk është se i kemi në atë nivel sa që kemi pasur dikur, por ndoshta këto janë ato fjala e dhënë, mikpritja, sa e bukur është për shembull atje kur thot Kadareja, se kronik në gur, shtëpia e Zotit edhe e miku. Ajo është ka me shekuj. Ndoshta edhe para epokës sonë, para Krishtit. Shtëpia e Zotit edhe e miku. Edhe nga këtu lind ajo mikpritja shqiptare, për shembull. Këto i kemi ne që me të cilat mburremi edhe me të cilat, si thua, na njohin popujt e tjerë. Zhvillohemi edhe jetojmë në kohën moderne, ndërtojmë shtëpi më të bukura, më të larta. Edhe ndoshta nëse kemi një periudhë që nuk vim në një vend kemi pas kanë ndryshuar shtu nga pamja. Por në thelb çfarë duhet të rinj të kenë parasysh që të ruajnë si shqiptar të Malësisë? Shikoni, ka shumë gjëra që kjo është një temë pak më gjerë, nuk është se mund ta ezaurojmë për në një intervistë, po gjithsesi të zhvillohemi patjetër, ju thash shumë mirë, është shumë bukur, të zhvillohemi patjetër, po edhe të ecim para, po asnjëherë duke harruar të kthejmë kokën të shohim se ç'a ishim edhe ç'a kemi qenë. Jo të ecim para edhe të harrojmë këto që kemi pasur. Dhe nuk është se kemi pasur vetëm gjëra të mira, kemi pasur edhe anën negative. Dhe këtu do të insistoja unë që të rinia, që të paktën të marrin ndonin nga këto virtytet që i përmendëm më herët. Paktën nga këto. Nuk do të thotë se duhet të marrim të gjitha, mos të shturemi, mos të shpërbahemi deri në një farë feje që as mos të dim se kush jemi edhe nga vime dhe çfarë jemi. Unë kam lënë si një fjali për përmbyllje të bisedës tonë në gjurmët sot, por po ta bëj pyetje këtë fjalin time përmbyllëse. A matet arti me duar trokitje edhe a duhet të tremben në thojza të rinj të Malësisë që a kanë nga kush të duar trokitën në të ardhmen? Flas sa do të ketë mjaftueshëm publik, por edhe shqiptar nga gjitha trojet të interesuar për këto gjurmët artistike. Po, ju thatë që arti nuk matet me duar trokitje. Dakord jam se nuk matet me duar trokitje. Me qa mund të matet? Me vlerë, me punën që ti bën për të arritur duar trokitjen. Edhe në qoftë se nuk është e mjaftueshme sa që ti kërkon duar trokitjen në fund shfaqjes, po që të bësh punë, të punosh diçka, të veprosh që dikush thot që ti po punon, po vepron. Kaq. Pastaj se ne po, si thuash, po i mshojmë edhe po i qasemi më shumë gjatë bisedës tonë për rinin, po flasim për rinin, edhe jam shumë dakord që se ngelet të rinia gjithmonë. Tani një tip mesazhi mund të jetë që vetëm po të shkollohen, të edukohen edhe të mundohen që të bëjnë diçka për vendin e vet. E di pse e lë të qasin më shumë tek rinia, sepse kam frikën që do dorëzohen. Ndoshta për këtë i bëj pyetjet më shumë për rinin. Shikoni, është një autor amerikan,
Charles Michael Palahniuk. Ai ka këtë origjinën nga këto vende të që janë të ish komunizmit këto, kanë qenë Çekije kështu, po ka shkuar prindrit më herët i kanë shkuar. Ai është autor shumë i mirë, shumë i njohur amerikan. Pseudonimi është Chuck Palahniuk, edhe ai thotë arti nuk ka lindur kur nga lumturia. Kuptoni se, domethënë, ti kur je i lumtur nuk e di, domethënë, pse lind arti? Në momente frymëzimi, kur frymëzohet kurshëm. Tashti sa bukur e ka thënë, apo jo? Shumë. Nuk lind nga lumturia kur arti, nga diçka tjetër, nga halli, nga shqetësimi. Dhe Nuk kanë hallë edhe shqetësime shqiptare tani. Sa të duash. Dhe nëse ne marrim për shembull këtë thënien e Chuck Palahniuk, edhe vendosim në tryezë për ta diskutuar, shohim se ka një background të madh në historinë e njerëzimit, edhe raste pafund ku artistët dhe arti i kanë paraprit çdo po them revolucioni, ose evolucioni, ose dëshirë për ndryshim, ose kështu. Nëse marrim që nga antikiteti, që quhet antikiteti grek, megjithatë them që ka qenë i përzier dhe ka pasur më shumë elemente të antikitetit i lirë. Dhe vim mrapa në të gjitha rastet, në të gjitha momentet, në të gjitha periudhat historike kanë qenë këta që kanë luftuar artistët, për shembull, se atëherë s'ka pasur ato periudha, s'ka pasur as celular, as televizion. Njerëzit kanë shkuar për të parë shfaqjen, në shfaqje janë shumë. Po them vetëm për shembull Victor Hugoin, që shkruan ato. Dihet se sa ka shkruar, dhe madje ka shkruar edhe pjesë dramatike, dhe nuk janë lejuar të shfaqen. Madje ai ka ikur 20 vjet nga Franca në Amerikë, në ka jetuar atje derisa është bërë revolucioni i famshëm francez. Kështu që për të kthyer te rinia, e vetmja mënyrë për të ndijetuar me identitetin e vet, rinia, është të edukohen dhe të mbajnë frymën tonë gjallë, të frymë që kemi ne. Me cilën gjurmë nga e shkuara duhet të vazhdojmë artin në të ardhmen. Edhe me këtë duhet të mbyllim. Me të gjitha gjurmët e atyre që kanë qenë rilindas, rilindja jonë kombëtare. Ata kanë lënë gjurmët e pashlyeshme në kombin tonë, dhe sa të rrojë ky kombi jonë, ata do të jenë të parët. Rilindja kombëtare ka qenë ata që ne kemi çdo gjë sot që kemi. Që nga vitet 1880, aty fillon, domethënë me arbresht e Italisë, ashtu nga aty fillon, dhe mbrapa vazhdon deri kur bërë Shqipëria pa valli, dhe mbrapa periudhën tjera me këtë luftë. Rilindja ka qenë. Faleminderit. Uroj që këto gjurmët që folëm sot të zhvillohen në të ardhmen edhe më shumë. Të kemi më shumë biseda të tilla, por edhe minutazhi le të themi ndonjëherë të kufizon për të zhvilluar ndoshta edhe më shumë, edhe më në detaje të gjitha bisedat, por uroj shumë që Malësia, Tuzi pra të ketë gjurmë të bukura artistike edhe në të ardhmen. Faleminderit, unë uroj që të ketë edhe Tuzi e Malësia, po edhe Ulqini, se është pjesë e pandashme jona, si që jemi edhe ne pjesë e pandashme e Ulqinit, jemi një, kështu që edhe unë uroj me gjithë zemër këtë që ju thatë, edhe se kisha shumë dëshirë që në të ardhmen të shoh shfaqje, për shembull, se teatr, ose edhe pjesë zhanre të ndryshme të artit, dhe bashkëpunim mes institucional, mes dy komunave të. Faleminderit.